Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sportit Blendi Gonxha ka shpërndar në rrjetet sociale fotografi nga një festë e fundvitit me stafin e ministrisë, ku vihet re një atmosferë theksuar euforie shoqëruar me performanca artistike dhe balerina. Gjithë ky gëzim i madh vjen në një moment kritike për qeverinë. Kryeministri Edi Rama dhe kabineti i tij ndodhen në pozicionin më të vështirë politik dhe ligjor të viteve të fundit, nën presionin e drejt për drejtës pak. Paralelisht, qeverisja digjitale shpëtuese e paralizuar në shumicën e shërbimeve online i jashtë funksionit, duke prekur drejt për drejt qytetarë dhe biznese. Në të njëjtën kohë, opozita është derdhur në rrugë, duke konsideruar situatën aktuale si një krizë të thellë funksionimit të shtetit. Në këtë sfond, pamje festive nga Ministria e Kulturës kanë krijuar një kontrast të fortë dhe kanë ngritur pikpyetje serioze. Kjo lloj ekstaze nuk është parë më parë nga asnjë ministër tjetër, por se duhet të paraqitet stafi si në katalog nëse kjo festë është për stafin, një tjetër pikpyetje lidhet me burimin e fondeve për një aktivitet të tillë. Nga buron gjithë kjo para, edhe në çfarë zëri buxhetor është financuar ky event? Shkruar nga Sky Web.